ushtarak apo profesional, por ishte edhe kontribut moral, për faktin se ata ngritën lart shpresën që vendi jonë mund të ketë liri, mund të çlirohet dhe mund të jetë i pavarur. Madje ata shërbyen edhe si frymëzim që shumë të rinj e të reja t'i bashkohen radhëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Mundohemi që ta lartësojmë çdo vit më shumë edhe këtë betejën e madhe, luftën e madhe që e kanë bë edhe sakrificën e madhe që e kanë dhënë herojnë tonë, dëshmorët tonë, jo vetëm në Prishtinë, po në gjitha vendet e Kosovës më gjë. Falë gjakut të tyre, sot gëzojmë lirinë, sot ndërtojmë institucionet tona, ndërtojmë ushtrinë e Kosovës. Për mua kjo ditë është e veçantë edhe për faktin që kam qenë pjesë e njësive të ushtrisë qëllimtare të Kosovës që kanë vepruar në komunën e Prishtinës si pjesë e zonës operative të Llapit, shumicën prej dëshmorëve që kanë rënë gjatë luftimeve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës kundër okupatorit serb, kanë pasur edhe bashkë luftar në atë periudhë dhe është një ndjesi me vërtet një emocion që gjithmonë të kthen prapa në kohë, të kthen në kohët kur ne po mbjetonim si kamp,